Si the për Erion Veliajn? Si the? Po Erioni si thonë të Erioni për ty? Histori, suksesi. Goni, na erdhi Goni, na ka hapur, ka ardhur këtu për të na sjell modelin, nuk po shpik, po i referohem lajme publike të një vizite që ministri për mirëqenien sociale ka bërë në biznesin e një sipërmarrësi që kishte ardhur edhe po investonte edhe ministria po e mbështeste. Shiko, burria nuk është kusht që vetëm të veshësh pantallona. Se mund të edhe të veshësh pantallona, po prap ti për fatin e keq. Ashtu siç ke hyrë në këtë sallë në 2017, ta kam thënë shpesh. Se ma kanë thënë ata që të sollën si erdhe. Nuk bëhesh dot politikan o agron duke paguar para për të hyrë deputet dhe duke bërë boost postimet Facebook. Kash. Ngulite këtu. Ngele duke paguar lekët ditë për ditë aty. Je politikani që paguan më shumë lek për të bërë shere dhe booste faqen tënde. Shko, a lek gjaku, a manër ti, se ti s'ke faj se ti lek gjaku i ke, se je i vetmi porta borsa që paguash me lek me buxhet shteti. Tani, kalojmë në gjëra, kam drejtë Jozefin këtu, mos unë zefë të ditësh, se e kisha për Lulin. Kjo pjesa replikës, zonja drejtuese sa në 2 minutë që më takon për replikën me zotrin. Tani kalojmë tek gjërat që na sjell populli të flasim. Si fillim, do kërkoja edhe mbështetjen e secilit për jush këtu. Do kisha dashur shumë të ishte edhe ministrja, po për arsye objektive nuk është. Dhe ja kam thënë që t'jem korrekt me veten, me njerëzit që më ndjekin. Bët fjalë për rastin e një vajze 22 vjeçare nga Librazhdi, e cila po lufton me një smundje të vështirë autoimune, ciroz autoimune, e cila është e pashërueshme në Shqipëri. Duhet i pranojmë, nuk i kemi të gjitha kapacitetet që ta bëjmë një gjë të tillë, dhe e di fare mirë që në këto raste nuk mjafton thjesht vetëm mbështetja e shtetit, sepse do ta bëjnë gjë të tillë me statusin që ka deputetit, ja kërkoj qeverisë që të mundohemi të kontribojmë edhe t'ju bëj një thirrje të gjithëve që nëse keni mundësi ta japim gjithë një dorë mbështetje, siç ndodh shpesh te populli shqiptar, ta mbaroj o Tritan, të lutem, po një herë të vetëm, po pa dakord, më thanë që nuk bëhet kjo Tritan, po të lutem, dakord, nuk bëhet, ndoshta i ke pas bërë ti kur ke qenë ashtu, po nuk bëhet. Dakord, po nuk bëhet fjalë për këto Tritanësh. Megjithatë, është diçka që është e vështirë, më thonë që nuk bëhet këtu dhe solidariteti në këto raste vlen për gjithë. Vlen për atë vajzë të shkëlqyer që ka nevojë për mbështetje dhe na vlen gjithëve. Tjetra që ka të bëjë me ligjin për cilin, dy ligjet për cilat jemi mbledhur. Nuk janë thjesht ndërhyrje teknike legislative, por bëhet qartësisht fjalë por një ndërhyrje tjetër në vazhdën e disa ndërhyrjeve që kanë bëjnë me forcimin e kontrollit ndaj drogave, lëndëve psikotrope, por mbi gjitha të zinxhir kriminal që qëndron pas tyre. Këto lëndë, drogat sintetike, përbëjnë sot një prej kërcënimeve më serioze për shëndetin publik, për sigurinë kombëtare, por dhe për të ardhmen e gjithë shoqërisë sonë. 4 vite më parë, vitin 2022, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, numri i qytetarëve amerikanë që kanë humbur jetën
nga përdorimi i fentanilit shkonte deri në 100.000. Në 5 vite, nga 2020 në 2025 janë 465.000 qytetarë amerikanë të humbur jetën nga fentanili. Më shumë amerikanë humbin jetën nga fentanili se sa amerikanët e vrarë gjatë luftës dytë botërore. Dhe këtu citova sekretarin amerikan të shtetit me shifrat që Shtetet e Bashkuara kanë bërë publike, dhe ky është dhe shkaku dhe arsyeja që presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, i ka shpallur luftë karteleve, i ka shpallur luftë edhe të gjitha atyre vendeve të cilët me vëmendje apo pa vëmendjen e tyre furnizojnë prodhuesit e këtyre drogave, me lëndën e parë, me lëndët psikotrope, që të na kuptoj dhe qytetarët për çfarë janë mbledhur përfaqësuesit e popullit sot për diskutuar. Jemi mbledhur për diskutuar për një prej çështjeve që është sot shqetësim global. Se si drogat sintetike janë vrasësit më të mëdhenj të jetës së të rinjve dhe të qytetarëve në mbar globin. Shqipëria është prej vitit 2024 antare e koalicionit global kundër drogave sintetike. Një antarësim që na vendos në përgjegjësitë e koordinimit të përbashkët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me të gjithë aktorët e tjerë në sfidat që na presin. Unë besoj shumë që opozita sot do t'i votojë këto 2 projekt ligje. Sepse janë ndër ato raste kur vendimarrja jote mund të shpëtojë jetë. Ku ndalimi i përdorimit të këtyre apo i qarkullimit të tyre apo hyrjes në Republikën e Shqipërisë të këtyre lëndëve, sikurse jo vetëm në Shqipëri, po mbar Europën, Amerikën e Veriut, është e njëjta qasje. Unë besoj që ju e kuptoni rëndësinë e këtyre 2 projektligjeve, pa dyshim për efekt edhe të faktit që vinë këtu si pjesë e një paketës ligjore që synon përmbushjen e detyrimeve që vinë nga kapitulli 24 i procesit të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe reflektojnë standardet më të mira të BE-s për kontrollin e drogave, po mbi të gjitha të prekursorëve të drogave. Pra, droga ka prekursor të cilët duhen parandaluar. Zonja e Zotrinj deputet, ndërsa flasim për drogat, e dim fare mirë që ajo pjesë e shoqërisë që është më vulnerabil në këtë aspekt janë të rinjt, janë fëmijët. Dhe e kam thënë dhe vazhdoj ta them, pavarësisht pozicionit që mbaj, qoftë në qeveri, qoftë këtu në kryet grupit parlamentar të Partisë Socialiste, është detyrim i Ministrisë Arsimit, është detyrim i Ministrisë së Brendshme dhe i gjithë aktorëve tjerë që të rrisim sigurinë brenda perimetrit të shkollave. Një prej kërcënimeve më të mëdha të rinisë kudo në botë edhe në Shqipëri janë pikërisht rënja në graskën e shpërndarësve të lëndëve narkotike. Dhe lëndët narkotike janë të shumtma, nuk është thjesht vetëm droga tradicionale që njohim që është vrasëse, po janë dhe këto lëndë të cilat sot me ligj të Kuvendit të Shqipërisë shpallen të palishme. E në këtë aspekt, në kuadër të kësaj sigurisë në shkolla, unë bëj pjesë ndër ata që mendojnë një lloj si presidenti francez Macron apo së fundmi dhe kryeministri spanjoll Sanchez, se një prej rreziqeve më të mëdha që përballet sot rinia janë dhe rrjetet sociale. Personalisht do ta votoja me shumë kënaqësi një vendim që duhet marrë në konsultim të gjerë, por sipas asaj që po bëhet tani më një trend në vendet që marrin përgjegjësi dhe Shqipëria ka dëshmuar se merr përgjegjësi, është ndalimi i rrjeteve sociale për fëmijët nën 16 vjeç. Bijem të gjithë dakord
këtu të majtë të djathtë, po kur na duhet bijem dakord te kafja, nuk bijem dakord të në sallë për fat keq, që rrjetet sociale për fëmijët në 16 vjeç janë një kërcënim. Sepse edhe këto lëndët narkotike dhe droga shpërndahet përmes rrjeteve sociale. Krijohen ato networket dhe fëmijët bien në grackën e shpërndarësve të lëndëve narkotike. Unë mendoj që asgjë nuk kanë për të humbur fëmijët të rinj nën 16 vjeç në Shqipëri, nëse ne i krijojmë një mburoj të aksesit në gjithë atë vulgaritet, gjithë atë kriminalitet që u shfaqet në çdo moment para syve, ndërsa sa po hyn në një rrjet social. Dhe qeveria shqiptare i ka bërë disa hapa të konsoliduar në këtë aspekt, i ka kërkuar kompanive që i ofrojnë të rrjetet sociale, jo vetëm Meta apo TikTokut, por dhe çdo lloj forme tjetër që të rrisin monitorimin në gjuhën shqipe, në mënyrë që nëse nuk i pengojmë dot me ligj, siç po e bën Spanja, siç po e bën Franca, siç e bëri Australia, të paktën të kemi instrumente të duhur për t'i mbrojtur të rinjt, fëmijët nga ky kërcënim.